pra lumi Lepens. Përshëndes, rruga Minirit për përballë dhe tash jemi këtu nga Brezovica. Të me thonë, Miniri që zënë me 2 qizime, njën që zënë me përpara me GoPro dhe tjetra me telefon. Pra, kjo është pak afrimi nga Brezovica, si vendi më i njohur turistik që është në Kosovë për momentin. Atë komuna e Shtrptës, të që janë para mendimet dhe jam i mendimit unë dhe jam kryesisht i mendim gazetarit pambarë. Të mendohet nga sot dhe nesër dhe të bëj zhvillimi i komunës sonë në shumë pika turizmit, pika ditë e nxjerrjes së mineraleve që ka në këtë komunë, pasurit minerale që janë kanë. Brezovica, vazhdimësia ime dhe inqizimi kapja. Pa. Që thuhet se vjeshta po kalan. Malet e sharit të mbuluar me borë, kanë ardhur të shkojnë në Prevallë. Si do duket Prevalla dhe vjeshkët e bardha, që bora e rejtë që ka ra dhe bora. Shpesh bjen dhe hjekët, moti është si nxehtë sot. Jam me këmish. Por pak për vetës të ime shifët kënë që jam i veshur për më një këmish. Pa të Miniri, pa. E marrë telefon anët tjetër, shifën kodat e mineraleve, kodat dhe bukuria e komunës së Shtrptës. Çka thot komuna e Shtrptës? Një nga pasuria dhe një nga komunat më të pazhvilluara të mbedra. Të gjithat komunat mendoj kanë hecë para në ndërtimit e komuna e Brezovicës, komuna e Shtrptës është mbetur shumë mbrapa. Përpas që zhurma që bëhet në mendimi investimet që vinë nga kryeministri në detyrë që ishte investimet në Brezovicë. Ka komuna e Shtrptës vetëm Brezovicën, në Arcisti, kalojmë këndej. Pra shtëpitë në Brezovicë, këto janë shtëpi të reja, të vjetra, gjithçka shifat të gjurmët dhe që nuk ka renovimet të reja. Pasqyrimet e mia dhe reflektimet vinë. Pasqyrimet e mia, reflektimet e mia, këto që bëj me hendi, me telefon, nuk do t'i bëj muzikë, do t'jetrale, fjalët e mia dhe diskutimi me publikun. Diskutimi mjaft i gjerë me publikun, që kam diskutoj. Ka diskuton me në Sadiku me ju dhe çka diskuton ju me në Sadikun. Është shumë e vërtet që me në Sadikun shumë nga jo nuk e meni serios. Unë e meni një jetë shmendur. Dhe dje që e pruan provat e mia, gazetarët që punojnë për media, ato nuk gëzojnë me folë, ato janë të punësuar dhe folin vetëm si pas unë atë shefër të tjera. Gjithçka vazhdon në raportimet e mia dhe gjunga e përbashkë me policinë. Policia nuk e pengon Minirin në punën e tij. Më thonë mirë është mjashtë e qartë të ditur janë rregullat e policisë. Policia nuk ka drejt të flasë me mua, se më vetëm me unë të rregullave që ka për media, dhe për media në policia të gatshëm të flasë me Minirin. Dhe më thonë Minirin kishte ka pas disa raste që jam edhe polici i Kosovës. Dhe më thonë nuk e tregoj, po unë punoj për të mirën e Kosovës, për të mirën e Kosovës demokratike, për të mirën e Kosovës për të gjithë. Si duket Kosova për të gjithë më tregoni, është për të gjithë, ka vend për të gjithë. Është një Kosovë e gjithë botës. Mund të vjen kush do doje, nëse e respekton rregullat që ka Kosova. Pra Miniri vazhdon për vërtetësinë e tij që është ngritur dhe është ndërtuar Kosova, të jetë një Kosovë demokratike, një Kosovë të gjithëve, jo e imja të gjithëve tonë neve. Vazhdojmë në grykën e maleve të Sharrit, më thënë, nga këto shkojmë për Prevallë dhe nga këto e ka burimin diku në kodat e larta, edhe lumi Lepens, këtu buron lumi Lepens dhe nga këtu rrjedh dhe i merr lume tjera që të na projnë. Gjithë natyrë, gjithçka plomë, edhe me vjeshta, si kur mendoj, vjeshta kam thonë në disa herë, po i hjek teshat e veta, vjeshta po jetë ashtë të kureshte po përgatitur për gjumën e vetë timror. Po të më kanë jemë së gjithçka malët e Kosovës të shkojmë për Prevallë, gjithçka e bukur e kënaqshme. Do të thonë punimet e mia që do të janë full HD, nuk janë 4K. Shkaqet arsye se kam zgjedhën e probleme, kam shumë shpejta dhe nga kepsa bëhet me shpejt në YouTube. Do të thonë në YouTube, nëse i baj 4K, është një proces shumë i gjatë që krijohet. Ja pra dora, ja pra puna, ja pra provoja si shifa, se si mbahet një hendi në gjatë udhëtimit me një kerr. Domethënë është gjithçka e kapur, gjithçka e munduar dhe kjo është një shka deri në Prevallë. Është rruga jonë, është rruga mira ime. Kemi lumin që shoh pane, vjen lumi Lepens. Pra lumi Lepens që tash edhe njerë e ka burimin nga malet e Sharrit, nuk di nga larg.
Gjithçka raportet e mia, pavarësia dhe puna ime ditë e natë, po nuk kam rëndësi për që punoj për vete dhe për ju, me një statiku, raportimet dhe kapja përvallës. Shtëpia e përtharve, a mund tjetë kufini përvallë, shtërp nuk di ma shumë qatë plasë, por kjo është një shtëpi. Ajo përshëndes gjithçka që shifen bjeshkët onët të tjetë në Sevce, Perevce, nuk i di ata, gjithçka e pame, fantastike, gjithçka me rrugën time. Gjithçka vjeshta, bukuria vjeshtës, ta shumë vjeshta, knaqësia, gjithçka e përgatitur. Hollywoodet që janë prapar, Hollywoodi që do të jetë në Firaj, Hollywoodin Firaj ka qendrën që i ban të gjitha rrethinat e komunës tonë Shtrpës. Ja, pra valla, shifët nga lak, latësia, mbi detare, mendoj nuk di saktë, po mund t'jetë për mi 1500 metra latësi mbi detare. Gjithçka e bukur, gjithçka e mirë. Mali andrave, një andrë, një man prallor. Malin pa gjethe, karakteristikë shumë e madhe, i shpesht, i bukur, gjithçka në malin afër që shkojmë. Ja, pra thash bora, shifët. Shkëmbinit të shifën atë, shkëmbinit e mpreft. Shkëmbinit e mpreft nuk mund të dije nga pregësirave për botës sege, kush jeton atje, mund të ketë në njeri. Është paraqitur shpesh që kam parë në përpunime ariu rrugëve të Prevallës.
Ok, bukur, bukur. Pra lumi Lepenc. Lumi Lepenc.